Vlora dhe Shqipëria mbeten destinacione të preferuara për turistët e huaj. Çdo ditë qyteti bregdetar regjistron vizitor nga vende të ndryshme të Europës. Së fundmi një grup turistësh francez kanë zgjedhur një tur 8 ditor në Shqipëri, duke vizituar edhe Vlorën, ndërsa përshtypjet e tyre kanë qenë mjaft pozitive. Pjesa më e madhe e tyre vizitojnë vendin ton për herë të parë, por në grup kishte edhe turistë që janë rikthyer, madje një prej tyre viziton Shqipërinë pas 10 vitesh. Ata shprehen të kënaqur dhe të surprizuar nga Vlora dhe Shqipëria, duke renditur klimën dhe mikpritjen si elementët që u kanë bërë më shumë përshtypje. Madje disa prej tyre shkojnë dhe më tej, duke theksuar se Shqipëria është një vend tërheqës edhe për të jetuar. Hera e parë që vini në Shqipëri? C'est la première fois que vous venez en Albanie? Oui, tout à fait. Nous sommes venus pour découvrir le pays. Po, është hera e parë që vim në Shqipëri dhe kishim dëgjuar shumë për Shqipërinë dhe na u ngjall dëshira për të ardhur për ta vizituar, për ta parë me sy tanë. Si të zhdukur Shqipëria, Vlora deri tani? Quelle impression vous avez jusqu'à maintenant de l'Albanie, et spécialement de Vlora? Alors là, on est en train de découvrir Vlora, mais l'Albanie, écoute, on fait un très beau voyage et on découvre tout à fait de très beaux paysages. Për Vlorën thot tani sapo e filluam domethënë shëtitjen apo për ta njohur qytetin domethënë. Ndërsa për Shqipërinë deri ato qytete që kemi vizituar deri tani shumë bukur, shumë këndshëm, një udhtim shumë i këndshëm, njerëz të mirë, peizazh fantastik. Sa ditë do të qëndrojmë në Vlorë? Combien de jours vous allez Në Shqipëri? En Albanie? 8 jours. 8 ditë. 8 ditë. Veç Vlorës, çfarë qytete të tjera? À part Vlora, quelles de l'autre ville vous avez visité? Pogradec, Pogradec, Korça, Porcha, voilà. Përmet, Gjirokastra, Saranda. Tirana. Dëgjuar më parë për Shqipërinë diçka? Est-ce que tu avais entendu avant de venir Non, l'Albanie? non. Juste comme ça, des matchs de foot, mais autrement le pays non. Po, disa ndeshje futbolli do të jam ndjekur rastësisht domethënë. E dia ku ndodhej dhe ku i gjende, po që nuk e kisha idenë se çfarë lloj mënyrë jetese apo bëhet në Shqipëri. Si të duket jetesa këtu deri tani? La vie en Albanie, qu'est-ce que tu Très joli. Shumë mirë. Është hera e parë, do të rikthehet nga ajo që ka parë deri tani? T'as l'impression un jour de revenir? Mais pourquoi pas? Po pse jo? Ouais, c'est ça. Para 10 vitesh kam qenë në Shqipëri domethënë. Dhe si të zhdukur 10 vite më parë dhe tani, çfarë ka ndryshuar me atë që pa deri tani? Deux mots pour le changement, comment tu vois? Est-ce qu'il a changé? Ah oui, ça a énormément changé, c'est même spectaculaire à voir. Ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë dhe madje më do të quaj në mënyrë spektakolare. Ke vizituar vetëm Vlorën edhe në park kur isha, po ke parë dhe qytetet La tjera? première fois, tu te rappelles quelle ville vous avez visité? Le port, on est surtout rentré par le port, on venait de Corfou. Donc, herën e parë domethënë të ishim në Korfuz dhe erdhëm me anjerë deri në Sarandë, vizituam Sarandën dhe ato rekinat e kaltër edhe kështjellën e Lirpusë. Si duket Shqipëria një vend për të jetuar? Qu'est-ce que tu penses en Albanie, ça vaut le coup de vivre, de passer quelques moments? Ah oui, si, très bien, oui, tout à fait. Ah oui, je reviendrai, c'est sûr. Një pyetje shumë e këndshme domethënë, po një vend shumë i këndshëm për të jetuar dhe do ta kem parasysh edhe këtë ide që më hapet. Guida turistike Çlirim Kaso tregon detaje nga vizita e turistëve francezë, të cilët gjatë 8 ditëve të qëndrimit kanë arritur të vizitojnë disa qytete. Ai thekson se atyre u pëlqejnë kryesisht zonat historike dhe kulturore, por gjithashtu vlerësojnë shumë mikpritjen e shqiptarëve dhe padyshim ushqimin tradicional. Grupi vjen nga një qytet, le të themi në qendër të Francës, Châteauroux, Bourges eksaktësisht domethënë. Është një grup janë pothuajse të gjithë pensionistë, vetëm një zonjë që është akoma në marrëdhënie pune. Kishin dëgjuar për Shqipërinë, sidomos këto 2 vitet e fundit me publicitet që po bëhet gjithandej, kuptohet për jetesën, për njerëzit, mikpritjen, natyrën, detin, malet, lumenjt, fushat për diçka të bukur domethënë, dhe vendosën të bëheshin një grup dhe të vinin ta vizitonin Shqipërinë me një itinerar të këndshëm dhe që normalisht mund të arrin të shikojnë 70% të vizitojnë të Shqipërisë, të qyteteve të Shqipërisë. E filluam turin nga Tirana, pastaj Elbasani, Pogradeci, Korça, Përmeti, kuptohet Leskoviku, Lugina e Vjosës, Gjirokastran, Sarandën, gjithë rivjerën shqiptare domethënë Bregdetin, në Vlorë sot, Bazditë e Apollonin, Ardenicën, Beratin,
çfarë kanë patur më shumë interes të vizitojnë, zonat e vjetra apo qyteti modernizimit? Modernën nuk është se e pëlqejnë, sepse duke pas parasysh edhe moshën e brezin e tyre, domethënë kuptohet, është një brez që është mësuar me të vjetrën dhe po shumë të kënaqur kryesisht domethënë me njerëzit, na buzëqeshin dhe na përshëndesin gjithandej. Madje më ndodhi një rast se u largua dikush nga grupi pak më shumë dhe unë i kisha dhënë numrin e telefonit dhe ditën e parë porosita që ndaloni çdo shqiptar në rrugë pa asnjë lloj problemi, domethënë pa asnjë lloj kompleksi dhe pyeteni merret si në telefon. Jo që më morin telefon, më tha, të morin telefon ai zotëria, po edhe më shoqëroj deri ke ty. Domethënë. Ushqimi nuk do ta harruar domethënë absolutisht, domethënë e pëlqej shumë, madje edhe thon, ose të bollshme racionet. Shumë bukur, shumë bukur. Dhe koha na mbajti shkëlqyshëm deri sot ndoshta këto pikat e shiut, por që duan edhe këto kanë punën e tyre. Vlora dhe Shqipëria janë tashmë ndër destinacionet kryesore për të vizituar nga turistët e huaj, të cilët nuk mungojnë çdo ditë nga vende të ndryshme të Evropës.